Viti 2025 nuk ma ka dosht, po 2026 ka me konë ndryshe. E para sa me icë për para, hajde me këshyrë se çka ka ndodhur në vitin 2025 në psikologji edhe në neuroshkencë. Një nga zhvillimet më të mëdha këtë vit ka qenë mënyra se çysh trinjt po kërkojnë ndihmë psikologjike. Sipas një studimi të publikuar në JAMA Network Open, rreth 1 në 8 të rinj SBA prej moshës 12 deri në 21 vjeç po e përdorin chatbotin me inteligjencë artificiale për këshilla rreth shëndetit mendor. Kjo nuk është më një eksperiment i vogël, por pjesë e jetës së përditshme. Shumë të rinj po thonë që ndihen shumë më pak të gjykuar dhe studiosit po paralajmërojnë se ende nuk dinë se sa janë sigurta këto mjete në raste të rënda si depresioni apo vetlëndimi. Një tjetër lajm që e ka trondit botën shkencore lidhet me autizmin. Në vitin 2025, Trojana Skaja dhe ekipi i saj zbulon se autizmi nuk është një gjendje e vetme, por përbëhet nga 4-9 lloje biologjikisht të ndryshme. Ky zbulim po e hap rrugën për trajtime të personalizuara dhe po e ndryshon mënyrën se çysh mendojmë për diagnozën. Ndërkohë shëndeti mendor po i kushton shtrejt edhe shteteve. Në Mbretërinë e Bashkuar, raportet tregojnë se problemet e shëndetit mendor po i kushtojnë ekonomisë miliarda funta në vit, për shkak të mungesave në punë dhe uljes së produktivitetit. Kjo e ka zhvendosur diskutimin nga problem personal në krizë ekonomike, duke i detyruar qeveritë edhe kompanitë me investu seriozisht në mirëqenien psikologjike. E tash vjen pjesa që kërkush nuk e ka prit. Në vitin 2025, për herë të parë në histori, mjekët kanë raportuar një përparim real në trajtimin e sëmundjes së Huntington, një nga sëmundjet neurologjike shkatruese që prek familjet brez pas brezi dhe deri tash ka qenë praktikisht e pashërueshme. Sipas dhënave të raportuara nga BBC News, një terapie gjenetike ka arritur me ngadalësu përparimin e sëmundjes me rreth 75% tek pacientët që morën pjesë në provën klinike. Kjo do të thotë se dëmtimi zakonisht ndodh brenda një viti dhe pas trajtimit po ndodh për rreth 4 vjet. Vitin 2025 përpos gjithave edhe jena dezinformu. Fjala është për presidentin amerikan Donald Trump, i cili pretendoi publikisht që ekziston një lidhje mes përdorimit të paracetamollit gjatë shtatzanisë edhe autizmit, si dhe ka rikthy pretendimet vjetra për vaksinat MMR. Këto deklarata nuk kanë pasur mbështetje nga prova shkencore. Ekspertët theksojnë se rritja e diagnozave të autizmit shpjegohet kryesisht nga diagnostikimi më i mirë dhe vetdia më e lartë e jo nga vaksinat ose barnat. Me këtë lajm po e mbyllim vitin 2025 dhe po shpresojmë që viti 2026 ka me sjellë shumë a shumë studime të sakta që kanë më na ndihmu në përmirësim të shëndetit mendor. E për më shumë video si kjo, ju subscribe Urban FM në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.